Përshëndetje TikToku. Tani e kemi thënë që malosi është brendi më i mirë në botë, por në momentin që montohet freksioni malosit janë disa gjëra që duhet i dini përpara se të montoni një freksion malosi. E para ka të bëjë forca e shtytjes sustës të freksionit centrifugal të malosit, ka të bëjë pesha e rulave të variatorit, që apërkon pesha e rulave me forcën e shtypjes në NM që ka variatori dhe freksioni. Domethënë, seti i transmetimit xhiroj që për i cili përbohet nga variatori, rrypi dhe freksioni i mbrapëm që transmetohet xhirot në kamje, duhet patjetër të jetë një set i unifikuar. Seti i unifikuar fillon që nga pesha e rulave, nga forca e taselove, të cilat mbajnë shtrënguar pjastrën e cila mbërthen rulat, rrypi, që duhet dim se çfarë force temperimi ka rrypi, çfarë xhirosh duron, dhe gjithashtu freksioni i malosit që ka sustat e tij, në rastin konkret janë sustat bardha. Duhet kuptoni që seti i freksionit të malosit nuk është kaq e thjeshtë që merre dhe po vej një freksion malosi. Që të montosh një freksion malosi duhet të kesh dije, duhet të kesh dituri, duhet të kesh eksperiencë që të vish ta vendosësh motor, sepse ka pasur raste plot, të cilat montojnë freksion malosi dhe pastaj mbrapa shkojnë edhe ankohen, kthehen mbrapa, jo po mdridhet, jo po bëhet. Ndaj që montimi i freksionit malosit duhet bëhet nga njerëz profesionistë, të cilët njohin ritmin e malosit, njohin dhe shkaqet se si duhet punoj motori me freksionin malosi, bashkangjitur këtu me rrypin, me peshën e rulave dhe me peshën e shtypjes së sustave që ka freksionin mbrapa, i cili ka 4 susta, ka një sust menjë qendrore, ka dhe 3 susta të çepave. Gjithashtu, është e rëndësishme që përpara se sa të vendosë një filtr malosi, duhet patjetër të dim se çfarë motori është, e suporton dot këtë ajër të shtuar, sepse filtri malosit ka vetin që çon ajër pak më shumë brenda në brendësitë pistonit për të bërë masa e përzierjes 3 masa benzinë dhe 7 masa ajër. Dhe ndaj që jo të gjitha këto pjesë montohen në çdo lloj motori pa e ditur se çfarë po bëni, sepse ndoshta niseni për mirë dhe ju del shumë keq puna edhe me pjesën e malosit. Ndaj që këto janë punë për profesionista, na besoni ne që jemi më të mirë për këtë punë. Faleminderit.